Reagimi një qytetari në Divjak ndaj Edi Ramës nuk ishte episod spontan, por artikulimi një pakënaqësie të përhapur gjerësisht. Kryeministri e bëri të qartë se qeveria e tij nuk do të mbrojë prodhimin bujqësor vendas, duke u rreshtuar hapur në mbrojtje të importit, të justifikuar si tregti e lirë. Përplasja zbuloi ndarjen e thellë politike, sociale dhe etike në vend, ku shumica e qytetarëve e shohin qeverisjen si mbrojtëse të monopoleve klienteliste. Rasti i Divjakës tregoi se kriza e bujqësisë nuk është çështje subvencionesh, por sistemi dhe kartelesh që e kanë shkatërruar tregun vendas, ndërsa qeveria zgjedh t'i mbrojë. Kontestimi një qytetari të Divjakës në takimin e dieshëm me Edi Ramën kishte një reagim spontan, asnjë thirrje dëshpëruese. Ishte një qëndrim që e mendojnë shumë bujq, të cilët i kërkojnë qeverisë të mbrojë prodhimin vendas përpara atij të huaj. Edi Rama ju kundërvu hapur, duke deklaruar se nga qeveria e tij nuk do të ketë mbrojtje të prodhimit bujqësor vendas. Ky episod mund të dukej spontan, por gjasat janë që nuk ishte i tillë. Më shumë se sa qytetari të shprehte mendimin e tij, u duk se Edi Rama kërkonte të përforconte publikisht qëndrimin e qeverisë. Megjithatë, ajo që ndodhi në Divjak përbën bazën e ndarjes së madhe politike, sociale dhe etike në vend. Pas përplasjes së hapur u pa e qartë thyerja dhe ndarja që ekziston në opinion, ku shumica e shoqërisë mendon se gjithçka që vjen nga qeverisja është në mbrojtje të monopoleve klienteliste. Ky qëndrim shfaqet padoreza si në elektoratin e djathtë, ashtu edhe në atë të majtë. Edi Rama tentoi ta zbusë situatën përmes një oferte për rritje e subvencionesh, por nuk arriti t'i bindë njerëzit. Fermerët i thanë troç se problemi i bujqësisë nuk është vetëm çështje financimi, por sistemi. Monopoli i mallrave që importohen dhe eksportohen e ka shkatëruar prodhimin vendas. Edi Rama doli hapur në mbrojtje të importit, duke justifikuar me parimin e tregtisë së lirë. Deklarata e tij ishte e fortë dhe shqetësuese, por marrë në logjikën politike, i ka dhënë opozitës një armë të fuqishme për ta përdorur, sepse thelbi i problemit është i vërtet. Nuk bëhet fjalë për import si konkurrencë e lirë, por për monopol kartelesh që imponohen tregut. Madje këto kartele nuk veprojnë vetëm në produktet ku tregu vendas prodhon, por edhe në segmente të tjera të tregut agro-ushqimor, ku prej vitesh janë futur aktorë jashtë këtij tregu. Përkatësisht, rrjete e narkotrafiku që fshehin kokainën në mallra si avokado, pula apo banane. Dje në diskutimin me fermerin e Divjakës, Edi Rama deklaroi hapur se do të mbrojë ata që sjellin avokado, banane dhe pula, mallra që, siç ka treguar realiteti, shpesh përdoren si mbulesë për trafik droge. Një qeveri normale nuk i përgjigjet një fermeri në atë mënyrë të vrazhtë, sepse e di që do të pësojë një kosto politike, por sot do të ndryshe, sepse kemi një qeveri autoritare dhe një opozitë që në realitet nuk u bashkohet njerëzve për të ndaluar importet e padrejta. Opozita nuk i kundërvihet monopoleve atje ku duhet, në porte dhe pika doganore, por zgjedh spektaklin përpara kryeministrisë, duke humbur thelbin e betejës.